Studentja nga qyteti i Novi Pazarit, Amina Nurovic, që shprehet se është shqiptare asimiluar, ka sjellë disa fotografi historike mbi karakterin shqiptar të qyteteve kryesore në Sanxhak. Në llogarinë e saj në Facebook, që ka 6780 ndjekës, ajo ka afishuar një fotografi nga qyteti i Tutinit. Krejt shqiptarët, Tutin, ka shkruar ajo duke postuar një fotografi të padatuar ku shihen shqiptar me çallmën e bardhë të malësorëve të Rrugovës. Fotografia tjetër e publikuar nga Nurovic paraqet Novi Pazari në vitin 1915. Edhe sa do të vazhdoni me mohimin e së vërtetës, respekt për çdo bosnjak që është vërtet bosnjak, por ju lutem atyre shqiptarëve të asimiluar në bosnjak të mos veprojnë dhe të sillen si bosnjak me të mëdhenj se sa ata në Bosnjë. Ana ka ndihmuar ndonjëherë Bosnja, për shkak se nuk jemi popull i saj, ne nuk jemi pasardhës të Bosnjës. Dhe nuk u mërzitën kur çetnikët na sulmuan, por shqiptarët nga Kosova dhe Shqipëria erdhën për të mbrojtur popullin e Sanxhakut, ka shkruar Nurovic. Tutini është një nga qytetet kryesore në rajonin e Sanxhakut në Serbi, që shtrihet në afërsi të kufirit me Kosovën dhe Malin e Zi. Me një popullat me mbi 31.000 banor, ai është një nga qytetet më të banuara në këtë rajon, së bashku me Novi Pazarin, me një popullsi prej 100.000 banorësh, dhe Senicën 26.000 banorësh. Siç pranohet nga shumica e studiozëve të paanshëm, popullata e këtyre qyteteve ishte në pjesën dërmuese shqiptare, por që u kthye në bosnjak pas luftës së dytë botërore.